Tash i ndalo, përqafoje. Ka turp. Keni turp. Bravo, shumë mirë, ullën tek vendin tuaj. Ndërkohë, unë jam kurioze të di kush janë më të voglat e gjithë grupit këtu? Ti? Hira. Sa vjeç je Hira? Ja për aty afër, ja të ulëm këtu. Sa vjeç je? 5 vjeç. 5 vjeç? Po ti? 6. Po ti? 4. 4 vjeç. Po mirë, po si mësoni juve këto lëvizje? Se unë për shembull nuk i mësoj dot. Ju si i mësoni? Është e vështirë? Jo. Fare? Jo. Po mirë, dhe kjo shfaqje për shembull, çfarë roli kishit ju? Apo keni emocione tani? Ja, po mirë, të bëni për shembull një lëvizje të vogël, ju të treja si qeni këtu, me qeni dhe më të voglat, një lëvizje këtu të shpejt në mes. Hajde të çojmë bashkë. Mësoni pak edhe Krisin, mësoni edhe Krisin të kërcej pak. Si jo. Ja, vini këtu në mes, unë përim brapa, ju kur rini aty para, edhe performoni tani, ja do imitoj. E çfarë roli kisha ti bëni si ke shfaqja? Duan profesor Llaqin ato që ti flasi se... Qo Cindy. Ja, duhet kene edhe Cindy napër. Edhe Cindy. Qo Cindy për para, bëj një lëvizje për para dhe të bëjnë të dhe mrapa. Ose, vajza, qoni vajzat e vogla, ta që do të improvizojmë të. Qoni, e s'ke rethi, ke rethi. Hajde këto zëmërë brëndë, në mes ti. Ke rethi. Një profesor e morë situatën dorë. Hop! Cindy më këtë edhe e lëvizë. Krisi, me çfarë po të shikon dhe profesori, do të marrë ke shfaqja radhës të duket? Po mirë, me që sot kam bërë më fustan të gjatë si vajzat, edhe do kërcem gjithë së bashku. Në fakt, profesor, duke parë edhe fëmijët dhe vajzat e vogla, pys veten, si arrin një profesor që nuk ka asë lidhje gjaku, asë një gjë me këta fëmijë, ti bëj që ta dëgjojnë, ti mësojnë, në një farë mënyrë bëhet edhe si një lloj babaj, apo jo? Shko, ka një kompromis në këtë mes dhe shikoj, gjithçka vjen edhe nga përvoja, por që prandaj thash, domethënë fjalën e parë që thash fillim që është punë shumë serioze, nuk është punë fëmijësh, është vërtet punë serioze. Se shikoj, tash që të merresh me këto mosha, kaq të vogla. Ja për shembull Melisa, që është 3 vjeç e gjysmë, po që është fëmijë shumë interesant. Melisa është vajza me symbëqell, gjendë? Po, nuk 3 fjalë di shqip dhe nuk flet, sepse ka një personalitet të çuditshëm që në një moment caktuar ja thot truri dhe nuk as kërcen as ose do qaj. Po në shfaqje çfarë bëri Melisa? Sepse duhet të dish ti shkosh mas fjes. Ama kur del në shfaqje, direkt rëmendur të vitet. Profesor, sa kohë desh për ta realizuar të shfaqje, për të bërë numrat koreografik me fëmijët? Ishte një punë gjatë? Mbi 2 muaj po një. 2 muaj? Mbi 2 muaj po. Po janë në procese tjera që të hanë shumë kohë, siç është procesi i përcaktimit të muzikave. Dhe është proces shumë i vështirë, sepse kur ke një kompozitor që ja jep frazat, ja jep strukturën ritmike, jep natyrën e muzikës që duhet ashtu, është tjetër gjë. Ndërsa të gjitha këto pastaj ti do t'i marrësh vetë. Do t'i marrësh nga fondi botëror i muzikës ose nga fondi popullor. Pa ato i vin nga kontekste të ndryshme, vin me ngarkesa të ndryshme, ndërsa unë përpiqem t'i unifikoj për t'i prur në atë hulli ku unë duhet të dal me gjithçka bëj. Kështu që kjo është një proces shumë i vështirë, edhe shumë pak e din dhe e njohin këtë lloj vështirësie. Dhe kur vjen puna pastaj për procesin e koreografisë, ai është shumë i thjeshtë, sepse padyshim që ka shembuj që këto që janë më të rritura, që ma kanë mësuar çik edhe dorën me fjalë edhe shihen në lëvizjes dhe këto, si më thënë, i kam si violinat para. Po edhe mbas tyre shkojnë edhe këto të vogla. Si ishte perceptimi i publikut në shfaqje, reagimet pas shfaqjes? Unë nuk do të nisem
se publiku, të paktën publiku i shfaqjeve të para, është publik dashamirës për faktin sepse në përgjithësi janë prindit ata që, ose të afërmit, kështu që bësi me thënë një shfaqje brenda llojit. Por për mua treguesi ishte që në një shfaqje erdhën një 60 fëmijë rom. Edhe unë jam ndjer vërtet i lumtur që ata janë ngritur dhe kanë kërcyer në të vendet e tyre ke salla Shakespeare ku bëhet shfaqja, sepse ndjen se si mund të ishin, dhe bën diferencën me realitetin që ata jetojnë. Kjo më krijoi vërtet shumë emocion. Ishin 60 fëmijë rom, që kanë bërë njërë në ditën në shfaqje. Ata edhe janë ndjerë të vlerësuar, që kultura e tyre shumë të vlerësuar. Vjet në skenë. Prandaj thash që ata ndjen se si mund të ishin, me kolor, me ngjyra, me ngjyra ritmike, Megjithatë, ne përmendëm pak më parë për kohën që të hanë për të lodhur dhe për kushtimin që duhet të kesh për fëmijët, siç është një vajzë 3 vjeçare e cila realisht për t'i përqendruar fëmijët, kush e çelësi suksesi që ti t'i japësh atë përqendrimin e dur që ata të dëgjojnë, po ti mbash për një kohë gjatë besoj edhe lodhen, dhe ne kemi të rritur, na humbej durimi. Ja, unë nga përvoja, unë nuk i mbaj asnjëherë fëmijët më shumë se sa 1 orë. Pra nuk mbaj 1 orë akademike, po mbaj 1 orë fizike me fjalë, me 60 minuta. Ja, ne duke ndjekur dhe pamjet nga prova të ndryshme. Sepse në qoftë se i mban më tepër, ato s'parë do humbasin interesin, edhe nuk kanë rendimentin e. Kështu që ja bëj, si më thënë, është një lloj sikur një bebe për shembull që të përpiqesh ta ushqesh me lugë të madhe që o doja të përdorosh ushqimin ose do ta mbytesh. Pra kjo tregon që e njeh shumë mirë mentalitetin e fëmijëve. Duhet, ka vite në fakt që është një eksperiencë. Në këtë shfaqje vjet re që ju keni futur atë pjesën e besimit në Zot. Ka qenë një rastësi apo është një karakteristike këtij komuniteti që ju dëshironi ta pasqyronit? Jo. Fakt është një gjë që unë për shembull nga këto të komunitetit të Rom i kam shumë afër shtëpisë, biles kanë ngritur ca nga ato çadër dhe baraket e tyre. Është shumë e dhimbshme kur i shoh dhe sa herë që kam në gjë shkoj u açoj, nuk më vjen, po them absolutisht nuk më vjen as ndroja as gjë, sepse ato janë njerëz, kupton, të barabartë si gjithë njerëzit e tjerë. Por që të them një gjë që jo se them unë e pohoj në rastin konkret. Nëse marrë një familje shqiptare, e cila ka, si më thënë, një nivel mesatar jetese, ka një numër të kufizuar fëmijësh, dhe nëse nuk i shkon, ose nuk i del muaj nga ana financiare, them me bindje të plot, me mentalitetin që kemi neve, që çdo nën ose çdo baba e lën nervat, edhe nga mesi i muajit deri në fund, do ka një konflikt, që shpërthen sherrri. Kurse në komunitetin rom, ato janë me bukë thatë, ja kanë idenë se si do gëdhihen nesër, sa kanoqe do mbledhin, sa tara do krijojnë, për ata nëse do kenë, si më thënë, një korë bukë ta quajmë kështu, se fillon të kërcen shpirti atyre ja japin këngës edhe vallës me një dritë jashtëzakonisht shpirtërore. Po në fakt është forcë e madhe e brendshme që ne të tjerët nuk e kemi. Kurse ata e kanë, prandaj edhe një nga pjesët që ju kishit vënë ishte ajo pjesa strëmbemi nga bora dhe fëmijët ishin duke kërcyer. Megjithatë, unë do të atë pjesa pak edhe ata fëmijët që janë pak më të rritur se fëmijët e tjerë. Ato në fakt janë vajzat më të rritura, rinjtër fines, kanë një qëndrim të tyre. Janë bërë balerina profesioniste tani. Na thuaj pak emrin, prezantohu rolin në shfaqje. Në shfaqje, unë jam si të gjithë të tjerë dhe më pëlqen shumë baleti. Megjithatë, i ndihmon këto vajzat e vogla për të mësuar të kërcenti? Apo je kështu ke inatë mos bëhen të mëdha dhe të marrin rëvendin? Pak, i ndihmon. I ndihmon pak? Pak. Po kështu, ka ngrënë shumë kohë shfaqja, se ti ke dhe shkollën, si ja bën për të koordinuar të gjitha, dhe shkollën, dhe shfaqjen, dhe provat? Mua prindërit më thonë, gjithmonë në fillim duhet të jesh shkollën, më pas baletin, po.
Po nëse ti bësh balerinë e mirë, prindit do ndrojnë mendje, pastaj besoj. Ndërkohë, Ke lëja pak shoqës? si ke emrin? Ervina, Ervina, sa vjeç je? 10, Sa kohë ke që angazhohesh te grupi Spektër me profesor Llaqin? 3 vjet. 3 vjet. Cila nga për shembull nga baletet e ndryshme që bën të pëlqen më shumë? Modern, balet modern. Baleti modern. Ndërkohë, shoqja? Sa vjet? Ariela, Ariela. po. Ti Ariela dukesh që ke shumë vite këtu, duke kërcyer, duke performuar. Jo, faktikisht unë jam e re, kam 2 muaj. 2 muaj. Po. Ishte vështirë të ambientoheshe me shfaqjen kurbatkat? Jo shumë, i ka pas shpejt lëvizjet. Profesori, ka për shpejt lëvizje? Po, se ajo është në shkollë baletit. Mirë, kam ndihmuar kjo pjesa e shkollës baletit. Patjetër. Po, Shumë shumë. interesante. po Pjesa fëmijët e që tjerë dhe shkollë ndihmon ti? baleti edhe Janë ja angazhohen. 5-6 janë të shkollë baletit vinë. Po Gjithë të themi qik me zëturët për faktin se edhe kjo me sot përshma është me shumë risk se e di që atyre du t'japin problem në shkollë. Pse? Po, si duket nxënësve të xhelozi shkollës, duket sikur janë pronë e tyre dhe Ne shpresojmë që jo dhe shpresojmë që të bësh një balerinë sa më e mirë. Dhe të Faleminderit. shohim në skena të ndryshme të teatrove. Profesor, ju sa interesuar jeni për shembull për pjesën e mësimit të nxënësve në shkollë, për rezultatet, për notat, i thoni gjithmonë që duhet të kenë rezultate të mirë për të pasur një balerinë të mirë, duhet të kesh edhe pak Unë këtu në lidhje me këtë pyetje, unë desha të specifikoj një përgjigje të tillë që midis punës time dhe fëmijëve ka një hallkë e cila duhet vlerësuar, është hallka prind. Në qoftë se nuk funksionon kjo hallkë, që unë për shembull të ditë kem mbështetje nga prindit, që të kem informacion nga prindit, që fëmia për shembull në shkollë ka rënje, ose është mirë, ose është i konsoliduar, ose ka dëshirë më të madhe. Mbi atë informacion që u marr nga prindët, di se si e ndërtoj. Edhe kur fëmia hap sytë thotë që si e morë vesh, unë i them, ma tha zogu. Ai zogu i famshëm. Profesor, po për të qenë në harmoni me njëri tjetrin fëmijët për mos pasur konflikte për plasje. Absolutisht nuk më ndodh kjo, sepse gjë e parë unë përpiqem t'i mësoj që në ato orë pune që janë me mua, unë jam prindi dhe specialisti i tyre, dhe këto me njëri tjetrin janë motra dhe vëllezër. Pak të dashuri, pak të harmoni, gjithçka tjetër do të vijnë pikpyetjen. Nuk do të funksiononte në rregull. Megjithatë, profesor, sa e rëndësishme është që fëmijët e vegjël të merren me balet, ose të merren me art, ju bën mirë edhe për trupin, për mendjen, për shumë gjëra të tjera. Shiko, shumë kush. Se jo çdo kush mund të bëhet balerinë, nga këta, dhe mund ta lënë dhe të vazhdojnë të merren me diçka tjetër, por ta kenë këtë periudhë të mbushur edhe me ka shumë prind, ose më saktë. Aktualisht ka grupe pa fund. Biles grupet e baletit kohët e fundi janë bërë si kioskat njëri një kohë. Kohëtan që fut një dhomë të madhe aty, ve 2 leva, një parket edhe një pasqyrë dhe studi baleti. Padyshim që mua më vjen mirë që interesi i prindërve për të prurë fëmijët e tyre vjen në rritje. Por brenda kësaj mirësie më vjen mirë sepse ka një diferencë që ka shumë prind që sot për shumë thonë që për mua është e rëndësishme që fëmia të marrë një kulturë koreografike, nuk ka rëndësi bëhet apo nuk bëhet balerinë. Në një kohë kur dikur, para pak vitesh, insistonte prindi që do bëhet fëmia im balerinë, do bëhet tjera. Padyshim, do është një lloj emancipimi, një lloj koncepti më i ri edhe më real. Por ajo çfarë është e vërtet dhe ndikon mirë, është fakti që një fëmijë kur vjen në grupin tim, maksimalisht në krye të vitit, po marr anën më të jashtme, në krye të vitit, duke ecur në rrugë, dikush që ka një kulturë vizuale, e kupton që ky fëmijë është në balet. Duket. Sepse me mënyra se si ecën, se si është impostuar trupi, busti, qafa, shikimi. Pam vajzat në fakt që për shembull kishte kohë edhe që nga ulen në pup, unë për shembull ri normal, ndërsa vajza me një qëndrim shumë të bukur. Kështu që kjo është një dukuri pozitive, desha të them. Është gjë që të ngjall, si më thënë, një lloj admirimi kur vinë në mosha kështu të vogla, por që e kanë faturën shumë të madhe mrapa sepse është shumë e vështirë
si sa me të rritura. Profesor, kur do jepet sërish shfaqja Kurbatkat? Është pas nesër të dielën në orën 11 në sallën 11 para Shakespeare, dite. po në Teatrin Metropolit. Ndërkohë themi pak të kalojmë tek shfaqjet e tjera që ju keni në plan për të vendosur me fëmijët. Kush janë shfaqjet e tjera? Çfarë do vi direkt Se mbas ju thatë që Kurbatkat? keni programuar shfaqjen tjetër. Ndërkohë që jepet ajo, ju vazhdoni mendoni për Janë 2 idera, po nuk kam qef të zbuloj paraprakisht, por janë, si më thënë, realisht më vjen mirë sepse shfaqja e Kurbatkat është shfaqja e 5 e radhës që unë bëjnë Teatri Metropolit. Ndërkohë flasim më mirë për shfaqjet që kanë qenë përpara. E kam nisur me Petja dhe Ujkun të Sergej Prokofjevit. Ai ishte me muzikë të gatshme dhe nuk më ka ngrënë shumë kohë. Pastaj vazhdoj me Kopshin e çuditërave, vazhdoj me Tak Tak jam mamadhia, por të prura në frym tjetër, para kësaj ka qenë shfaqja Kukullat, ku isha i detyruar të hipja dhe vetë në skenë, por në rolin e një gjysheje. Një shfaqje që edhe ajo është pritur jashtëzakonisht mirë. Ju po flisni, po ndërkohë unë mendoj që këtë shfaqje përveç se janë për fëmijë, janë dhe për ne që jemi më të rritur, që mund të ndjekim. Ajo çfarë më bën të ndjehem mirë është fakti që kur del spektatori nga salla, nëpër korridore unë ndjej reagimin e fëmijëve që kur do vim ta shohim prapë shfaqjen. Është gjë e mirë. Dhe sigurisht që ka marrë mjaft falënderime nga prind që vinë fëmijët e kënaqen, biles po kënaqem edhe neve. Ndërkohë, profesor, këto shfaqje kanë lidhje me njëra tjetrën apo lidhja vetëm jeni vetëm ju dhe grupi Spektër? Absolutisht. Realisht desha të imitojnë çik Balzacun te komedia ynore, që me të njëjtë personazh unë ta tipsha vazhdimsi, por për mungesë kushtesh nuk e bëra atgjë, por të ishte shumë interesante në fakt që të ishin me një vazhdimsi lidhje të brendshme dhe organike me njëra tjetrën. Por që të mos harroj të them që në këtë shfaqje një nimes të mirë më ka dhënë një ish kolege e ime aktore, por që ka bërë dhe shkollë baleti, Merita Dabulla, e cila bëri nënën Rome, që në një farë mënyrë nga pikpamja ideore, këton u bë strumullari që organizoi gjithë veprimin skenik koreografik, dhe që unë përfitoj nga rasti që ta falenderoj për gjithë kontributin e saj këtu në këtë shfaqje. Mirë, dhe ne falenderoj. Megjithatë, profesor, një sy tjetër kritik janë dhe profesionistët cilët vinë shohin shfaqje. Si kanë qenë reagimet e tyre? Kush kanë qenë ato kritikat profesioniste ose le themi edhe kritikat mirat edhe të bukurat në lidhje me shfaqjet që vendosin të prograve, balerive, pak më profesionistë? Unë them po marr dy tregues. Për mua janë, po i them bruto, një fjalë. Në përgjithësi vinë shokë e miq të mi, aktor, regjisor, me emër, me zë, që ikin me shumë të kënaqur. Asnjëherë nuk më vjen nga fusha ime e koreografisë, që edhe kjo në një farë mënyre, sepse jemi shqiptar, kemi mentalitetin ton, nuk është se nuk vinë se më çfarë do shohim. Po veprojnë element subjektiv që nga janë më trishtojnë, por nga ana tjetër edhe më dëshmojnë që nuk jam rrugë gabuar. Se duke fëmijët vegjël për këtë gjë apo kanë shumë xhelozira në ato që ndodhin? Jo, unë kam pas prej tyre që njëherë një kohë kur unë isha 20 vjeç, shkojshin për të kaluar kohën për shifrin Teatrin e Kukullave. Por megjithatë mua më bënte përshtypje sepse vërtet shkoja në Teatrin e Kukullave, po të shikoja miniaturat e një veprimi, domethënë skenik, me një gjeni ku nuk vepron njëri, po vepron kuklla, por që në fundit, në vitet të mëtejme, si që janë edhe në këto 20 vite fundit që unë merre me fëmijët, unë një farë mënyrë më kanë ndikuar për mirë. Fëmijët janë të pastër, janë të nuk gënjejnë dhe mendoj se nëse reagimet të fëmijëve për një shfaqje janë ato të lumtura që duan përsëri që të shkojnë ta rishikojnë prapë, atëherë ku ka më mirë pra? Kritikat të sinqerta. Unë shprehem kështu që fëmijët me cilën unë punoj, sepse këto edhe qarkullojnë, nuk mbetën gjithmonë këto. Rritën, zhvillohen, bëhen balerinë me famë pastaj. Por unë them kështu që përdor një shprehje që këto kur vinë janë engjëj. Kur rritën pastaj bën kandidat për të konvertuar. Po unë i shfrytëzoj në fazën e njullizimit të tyre. Megjithatë, profesor, punosh me fëmijët, ju keni kaq shumë vite, mos është kjo një sekret që ju mban të rinj?
Në fakt duket. Nuk ka të bëjë vetëm thia, më shumë të njeriu ka të bëjë energjia. Shpirti dhe ajo. Jo, ka një gjë që mu më pëlqen ta pohoj. Pavarësisht se si mund të reagoj kush. Që kur punon me fëmijët, do s'do futesh në një psikologji të pastër, të bardhë, paqësore, që të heq stres. Biles do të thoja që edhe në një herë kur në një proces pune, natyrisht që do nervozohesh, kur nuk të hecën ajo çfarë ti. Nervozohet profesori vetë? Dhe ndonjëherë më ka qelluar, po e pohoj publikisht që edhe kam hap krahun, pastaj o kam krujtur kokën, ose kam përqafu fëmijën. Ose ke bërë një lëvizje të re. Por që realisht është gjë shumë specifike puna me fëmijët. Se shiko, vetëm të shikosh atë shikim, çfarë paqe, çfarë energjie. Unë me zi po rezistoj, ta marrë këtu dhe ta kapshoj kur i thonë, sepse është e parezistueshme. Ta marrë si ato fëmijët e kopertinave që i shikon. Po kështu, kanë profesor fëmijët kështu intriga me njëri tjetrin? Ekzistojnë tek fëmijët të pjesë? Ja marrin kputët njëri tjetrit për shembull para shkollës? Si çdo me balerinë pak më të mëdhenj. Jo, prandaj thash, të janë engjëj tash, më vonë bën kandidat për. Pastaj fillon ai ndryshimi. Jo, nuk ndodh. Nuk ndodh sepse unë edhe u angjesh kohën, thonë që të mos kenë kohë të merren me dukuritë të jashtme, paçka se ato që janë të rritura për shembull dhe atje fillon pak ligjerimi. Dhe çfarë moshë profesori rinë te grupi juaj? Sa të marrin forma që dalin jashtë moshës fëmijës. Pastaj të largohen, sepse nuk mund të quhet grup fëmijësh më. Do me thënë ato lutën që mos marrin asnjëherë forma më të largohen nga grupi. Jo, ato format mbase duhet të kenë të mira që për veten e tyre. Profesor, mua gjithmonë më ka lindur pyetje tek shikoja gjithmonë shfaqjet tuaja me fëmijë, përse gjithmonë vetëm me fëmijët pra? Dhe ju të merreshit me adoleshentët ose kur rriteni? Unë jam marrë dhe me të rritur. Madje unë jam marrë me të rritur në një periudhë shumë të vështirë. Domethënë që për shembull jam marrë me të rritur në 97-ën. Biles ka qenë një aktivitet i madh, festivali i radio televizionit shqiptar. Dhe ishte vit shumë i mrapsht, dhe realisht është bërë një punë shumë e mirë, po pastaj sikur gjithçka kaloi ke i mbir dhe gjeta këtë linjë me fëmijët, sikur ndjehem më komod, sepse mosha jon është mësuar me edukatën e shkollës ruse, kur nxënësi i shkollës koreografike nëpër korridoret e teatrit të Moskës do të rrijë si ushtarët në godinë e Kremlinit. Nuk ka aty të kthesh fjalë, të mos bësh reverancën, absolutisht jo. Kurse sot për shembull ta kthen fjalën tjetër, kështu pa gjë që unë s'mund ta pranoj kurrë në psikologji dhe në formimin tim. Fëmijët për shembull nuk e kanë kurrë të pjesën e absolutisht jo. Kështu që kam gjetur si më thën këtë marrëdhënie me vetëm. Por më vjen mirë që kanë marrë dhe këta këtë pjesë të edukatës, këtonë që ju shërben, si më thënë, kur them jo këtyre, sepse këto janë akoma tek, po ka shumë fëmijë që sot janë të rritur, janë për grupe të ndryshme, që e trashëgojnë atë frymë që kanë marrë, që kur kanë qenë vegjël kaq në. Mirë, profesor, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne dhe na i zbukurove këtë studio me këto ngjyra me këta fëmijë dhe duhet thënë edhe një herë që ditën e diel në orën 11. Në 11 ditën e diel tek salla Shakespeare, tek Teatri Metropolit. Mund të shkoni për të parë këtë fëmijë, këto ngjyra dhe për të njohur më shumë edhe atë komunitet i cili është komuniteti rom, por në një tjetër aspekt ashtu siç ata duhet të jenë. Po më rëndësishme të heqin stresin një herë. Miqdashur, është momenti që ne ndjekim material i cili ka të bëjë me 10 hotelet më të bukura, më të çmendura, më crazy, quheni si doni, vjen emrin vet pas të ndiqni materialin që ka të bëjmë me 10 hotelet më të çmendura. Më të çmendura, kështu e quajmë. Okej. Më të çmendura. Teknologjia që përparon çdo ditë po i ofron arkitektëve dhe arreduesve mundësi më të mëdha për vënien në jetë ideve të tyre dhe progres e guxim në ide të reja dhe më inovative.
Hotelet gjithmonë mbeten projekte interesante, sidomos sot kur kufit pothuajse nuk ekzistojnë. Por 10 hotelet që gjeni më poshtë, sipas disa anketave dhe statistikave, konsiderohen se janë më të çmendurit. Jumbo Hostel në Stockholm është i vendosur në trupin e aeroplanit të braktisur Boeing 747. Për ta shpëtuar nga shkatrimi total, u krijua hoteli i cili ofron 25 dhoma me 6 metra katror. Në hyrje është recepcioni e hoteli në aeroplan ka dhe kafeteri dhe tualete të përbashkëta. Në kuvertën e lartë gjendet salla e konferencave dhe më e mira prej të gjithave, kabina ku është vendosur dhoma për çiftet e sapo martuara. Hotel Everland gjendet në Paris dhe përmban vetëm një dhomë luksoze. Përfshir shtratin mbretëror, tualetin dhe sallonin për pushim me pamje drejt kullës e Eiffel. Ajo që këtë hotel e dallon është ideja se vetvetiu është instalacion. Ekzistojnë disa hotele të tilla si Everland në Leipzig i parkuar në kulmin e Muzeut të Artit Bashkohor, apo ky i Parisit i vendosur në kulmin e Muzeut Palais de Tokyo. Marr parasysh se është origjinal, çmimet thonë janë të volitshme. Kështu thonë, më e ulta 333 euro për natë, e gjatë fundjavës 424 euro për natë. Hotel Douglas në Kanada në tërësi është i bërë nga akulli dhe bora, që nga viti 2000 rinovohet dhe për këtë nevojiten 5 javë, 500 ton akull, 15.000 ton borë dhe të gjitha vendosen në hapësirat e gjata deri në 10 metra. Muret janë të mbuluara me vepra origjinale artistike, ndërsa shtretrit me lëkurë kafshësh, më së shpeshti atyre të fokave. Waterworld Hotel në Songjiang në Kin është hoteli lidhur me ujë. Zyra arkitektonike Atkin mori shpërblimin e parë dhe mirënjohjen për dizajnin me interier të pabesueshëm dhe ide që hoteli të vendoset mbi gurthyes. Përmban 400 dhoma, kafeteri, dhoma të posaçme për pushim dhe terrene sportive. Ndonse në maj të hotelit janë pishinat, një liçen gjigant që ndodhet para tij, gjithashtu shërben për t'u larë. Sala Silver Gruva në Suedi është hoteli që ofron dhoma në minierën e argjentit. Dhomat gjenden 155 metra nën sipërfaqe të tokës, madje në minierën historike Sala Silver Mine, njërën prej më të njohurave në botë. Kulminatorët më së shumti gërmonin, në vit do të nxjerrin më shumë se 3 ton argjend vetëm në sala. Nga e tërë miniera pa përgatitje, vetëm me duar nxirrnin 40.000 ton argjend. Tani, kjo shërben si një nga hotelet më interesante dhe më të çuditshme në të gjithë botën. Kapsul është hotel kapsul pra, i vendosur në qendër të Den Haag dhe i krijuar nga anijet për shpëtim. Kapsulat janë ndërtuar në vitin 1972 dhe në diagonale numërojnë 4.25 metra e tualetet gjenden jashtë kapsulës. Marë parasysh se është kështu, shumica thonë se ky hotel, për sa i përket komfortit, nuk është zgjidhja më e mirë. Para 5 vjetëve, kapsulat u rregulluan dhe shërbyen si projekt artistik i Dines Oudendijk. Dubrovë van Stavoren gjithashtu ndodhet në Holland, i ndërtuar nga butet e verës të bëra në Zvicër. Ideja ishte të krijohet hoteli që të glorifikonte verën. Më herët, butet ishin të mbushura me 14.500 litra verë Beaujolais. Tashmë në një botë mund të flejnë 2 persona. Problemi vetëm është se era e verës ende ndjehet në këto bute. Një natë kushton 74 deri në 119 euro. Giraffe Manor në Kenya është vendi ku do të hani më së shpeshti në shoqëri të xhirafës. Hoteli i vogël por ekskluziv është i rrethuar me 140 metra tokë dhe mal, të vendosura në margjinat e Nairobit. Është i famshëm për xhirafat që qëndrojnë aty afër. Ai është i vetmi vend në botë ku keni rastin të ushqeni xhirafat dhe t'i fotografoni kur gjatë kohës së ngrënies së mëngjesit tuaj, ato fusin kokën përmes dritareve deri tek tavolina juaj. Das Park Hotel në Austri ofron dhoma të vendosura brenda gypave të betonit. Ndonse dhoma të vogla pa tualete, ky hotel ofron shërbimet me çmimet më të ulta të mundshme. Por krahas shtratit për çift në gypa gjendet edhe minibari i shërbimit në dhomë. Punon deri në orën 1 pas mesnate. Ata që do të qëndrojnë aty, ju preferohet gjumi në pijame, se si ata mund të shikojnë se çfarë po ndodh jashtë. Ashtu edhe kalimtarët mund të shohin se çfarë ndodh brenda në këto gypa. Im Wasserturm Hotel në Gjermani është vendosur në kullën e ujit të dikurshëm. Tashmë ai është një hotel luksoz, ndërsa dikur kulla më e madhe e ujit në Europë. Në vitin 1990
arkitekti francez André Putman e rregulloi në hotel elegant me 78 dhoma. Shikojeni dhe mahnituni. Mbaroj ka Roma, nuk kemi akoma të hotelet. Kristi pyet tani, se të tra ty rasti. Jo, te cili hotel të dojë të shkoj e tjerë janë? Ashtu. Tani më ra mua rastit përgjigje. Ha, më thuaj. Unë do shkoja tek hoteli në Kenya. Po ti Kristi? Edhe unë në Kenya do shkoja. Emi do zgjedhim do zgjedhim data të ndryshme. Po mirë, ju? Ta vota vetëm se tani që më thej çfarë do shkojnë tek ai në Kenya, thash po. Unë do shkoj në Kenya se kam dy mike të mia shumë të mira aty, Hendrikën dhe Sonjën, që kam përshëndetur gjithmonë. Ata që të shohin në YouTube, pas kuptojnë asnjë gjë çfarë. Ata që shikojnë YouTube të dy. Asnjë gjë nuk kuptojnë çfarë. Që na bëjnë like, na komentojnë, por nuk kuptojnë asnjë gjë. Sa mirë koment. Në fakt të famshëm në Kenya. Do shkëputemi nga ato hotelet e çmendura dhe megjithëse kohën e kemi të kufizuar, do marrim informacionin që na duhet për të parë shfaqjen dhe për të marrë më shumë informacion për makinën e kohës, me autor dhe regji të Nelson Mullës. Ne kemi 3 aktorë këtu që do na flasin akoma më shumë për këtë shfaqje dhe Anderson Gura, mirë se erdhe. Përshëndetje. Ilir Tabelieri, aktori, ke qenë një herë tjetër, ke folur për Arturo Wing, Sarate për makinën e kohës. Mirë se erdhe. Dhe Aldion Matarangasi, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Ora ju ku do të shkoni te ato hotele dhe ju në Kenya me ne apo jo? Po varet ku do na çoj makina e kohës tani se u bën me lidhje. Okej, shumë e bukur ishte kjo pjesa. Shpeshherë janë për këtë makinën e kohës janë bërë filma, janë bërë gjëra, njerëzit mendojnë gjithkohës. Ora ju që jeni po bëni të shfaqje, keni menduar ndonjëherë seriozisht në këtë shfaqje? Dhe një jetë në përditshme sikur ti ekzistonte kjo makinë e kohës? Po kush nuk e mendon? Kush nuk e mendon? Në jetën e përditshme ecim ne. Po për çfarë? Mirë, përpara se të vim për të shpjeguar pak atë, për çfarë do dohet ta kishe këtë makinë e kohës? Po të Pra asnjë gjë, mua s'm duhet për vetë. Nuk të duhet. Jo, e Na lumtur. duhet, na duhet. Për Po çfarë? për të krijuar lehtësira, për të shkuar nga një vend në një tjetër, për të marrë Një kohë të shkurtër. informacione, po. Dhe mirë është Për kjo. momente. Ndërkohë ty të hyn po makinë e kohës? Jo, nuk më. Nuk i varet. Okej. Ore gënjejmë, po them se na. Në përgjithësi femrat i kërkojnë këto gjëra se janë kështu tip ç'a bëhet andaj, kurse ne meshkujt jemi me Me kom toga, Ne kemi ndalur Na pëlqen Shqipëria, jon jemi mirë këtu. Mirë se pasadër, gjithsesi të flasim pak për këtë makinën e kohës, çfarë tregon kjo shfaqje? Është një shfaqje e përshtatur për fëmijë, sigurisht bëm fjalë për makinën e kohës, bëm fjalë për 3 fëmijë që janë personazhe real, të cilët gjejnë papritur një makinë kohe, flasin me të komunikojnë dhe shëtisin vende ndryshme. I ndodh një incident që njëri nga fëmijët ngec në vendin e dinosaurëve, humb atje dhe 2 fëmijët pastaj gjithë udhëtimin e tyre kanë si një mision për të shpëtuar shokun e tyre. E ndërkohë kalojnë për vende ndryshme si në kohën e piramidave, në murin kinez, në planetin jeshil që është i trilluar etj. Mirë, ku do dohet të ktheheshen në gjithë ato që ke parë në shfaqje në prova gjatë kohës së provave? Në kohën e piramidave. Se çfarë ka atje? Është Kleopatra. Jam apasionuar pas piramidave, pas faraonëve. Unë vetë si Po lir. piramidave në atë kohë, thosë edhe piramidave tona që kanë qenë. Hajdeve. Jo. Okej. Sepse udhëtimi bëhet nga e shkuara deri në të ardhmen. Deri në të ardhmen, po. Deri në vitin Te kjo në të ardhmen e do isha kurioz të jem, se ndoshta nga 2500 se di do jem, as do jem dhe Ta shikosh se çfarë do bëhet. Se Do jenë ata pasardhësit. Fëmijët kur të vinë do ta shikojnë se si do jetë koha e ardhme, se bëhet fjalë për 130. 2130. Dërkohë, kush do më flasë pak si është realizuar gëshëtimi, aktorëve, pamjet, gjërat, si funksionon? Atëre, siç tha edhe Ilirda, 3 fëmijë janë fëmijë real, ndërsa Që janë fëmijët jeni ju të tre? Jo, unë Ilirda është edhe Një djalë Erlin tjetër. Visha. Ndërsa Andersoni dhe Rezar Berg. Janë makina. Jo. Jo, makina është objekt, ndërsa 2 djem kanë nga 3-4 personazhe dhe janë personazhe të ndryshme, që nga takohen gjatë- epoka e Atullajave që takohet Meni dhe Sidi, Që 2 janë personazhet e shumë njohura famshme. për fëmijët. Dhe Tidi. I ngjan pak po të më ta janë edhe personazhet animuara të cilët ne i takojmë dhe i hasim në të gjitha kohërat që shkojmë. Kjo është shumë e bukur. Ka dhe personazhe historik, siç është faraoni edhe perandori i Kinës, personazhe të trilluara, siç janë 2 jeshilët, dhe personazhet roboti, gjithashtu dhe Sidi dhe Meni që janë të njohur. Megjithatë, kjo shfaqje është në libër, është diçka apo është thjesht një Jo. është bërë nga Jo, kjo nuk është libër, kjo është me vetë autorësi të Nelson Mullës, i cili e ka krijuar çfarë fantazie do të linjën ketë. dhe të gjitha. Çfarë E fantazie ka do të patë ketë, ëndër, no? kush e di dhe ai të keti makinë kohë. Duhet shpjegoj edhe kjo, sepse shfaqja është
edhe me aktor, është edhe me video animim. 3D. Është me video projektor, Prandaj e unë cila... po pyesja veten, se ju thatë Si do ndroshin skenat? Si do ndroshin skenat? Te epoka... Ma edhe mund të pyesësh në njërës. Jo, është shumë bukur se Edhe në të gjitha, në të gjitha vendet që ne shkojmë në epokën e akullnajave, jemi vendi i akullnajave dhe video është gjatë gjithë kohës në play dhe në sfond. Dhe jemi ne ata që përshtatemi me video, nuk është se vendoset me play nga regjia apo... Pra ajo është gjithë kohës. Po, vendoset gjithë kohës, është me minuta, me kronometër, është e llogaritur gjithë shka. Pra pas ka dhe ritëm shfaqe që ti. Po, varemi nga videoja, nuk mund të improvizojmë ose mund të shtojmë gjëra të tilla sepse na ecën koha dhe nuk mund të arrihet. Më thënë ju ngelin kohën në epokën asaj, ndërkohë video ka ikur në epokën tjetër. Edhe videoja është 3D, domethënë që fëmijët do përfshihen aty dhe do duket sikur janë vërtet në kohën e piramidave etj. A ka kosto kjo shfaqje se video 3D, projektimet? Po, llogaria ka marrë Dalëm fare, mos bëjmë llogarinë në euro me këto dhe atë i di regjizori. Tani neve na pëlqen të dim pak sa më shumë. Është shfaqje shumë praktike se mund ta japim kur duan, se ka një, kur thot Aldioni, kemi një disk, një CD edhe mund ta... Kam të regjizori, dhe merë diskun këtu dhe aqë se do ikem t'japim një shfaqje. Ndërshton, më thuaj pa kush të pëlqen nga ato rolet që këtë ka pjesa. 4 rolet? Thidi. Thidi më pëlqen. Thidi. Vogël, Thidi. Përshëndetje. Më pëlqen edhe roli perandori kinës. Edhe Jeshili kam edhe robotin. Tu te Jeshili kam bërë çudira sepse Sidi dhe këto janë ose mbretëria te kjo e muri kinez, janë gjëra që ne kemi të krijuar disi ide se janë. Kurse te planeti Jeshil është një gjë që këta kanë shfrenuar fantazinë. Edhe kanë bërë gjëra shumë të lezetshme. Personazhe që nuk ekzistojnë, janë totalisht të trilluar edhe por fëmijët që do është çuditë. kjo, më falë se ta ndërpreva dhe ty si pyetje, që regjizori dhe autori në çdo mini sken që shkohet në çdo vend që udhëtojmë, ka ndonjë mesazh të vogël dhe në të gjithë pjesën ka mesazhin e tij ku thuhet që heroi je ti. Dhe ne nisemi si i bie. Ne nisemi për këtë arsye, sepse makina që në fillim na thotë që ju në këtë udhëtim do të takoni heroin tonë. Dhe ne nisemi me idenë që do të takojmë një hero në këtë udhëtim. Dhe në fund zbulojmë që heroin jemi vetë ne me njëri tjetrin, sepse ndihmojmë gjithmonë njëri tjetrin. Fëmijët kërkojnë heroin e tyre nëpër filma vizatimor, u dëgjojnë këto heroin Batman e Spider-Man që i kanë, po ndërkohë heroi mund të jetë shumë afër, mund të jetë miku juaj, mund të jetë familja, ose ti Si në vetë je rastin hero. konkret, që jemi edhe këtu në studio për shembull, po mos tishim ne, se ne jemi herojnë tani, çfarë do bëni dy në emision, do bëni muhabet të dy? Do ishim heroj të njëri tjetrit. Megjithatë, mua më pëlqen, po jeni pak xhelos, vjeni pak xhelos që gjithë më të mirën do ta marrit dhe për shëndetje dhe për faqafime dhe dashurinë e fëmijëve do ta marri. Jo, nuk ne punojmë që ata të dalin. Unë kam marrë edhe posterin për më tepër. Edhe Posteri janë dy personazhe të mi. Ama ju e ndihmoni se. Për atë Sidi me thënë drejtën jam më xhelos. Punë Nuk e bën rolin e Sidit, nuk e bën rolin e Sidit. Po, e di. Je ta provojmë. Bëj sa ti. Sidi? Sidin. Sidi. Na mungoj Andersoni një ditë në prova dhe provuam të gjithë, duke filluar dhe me regjizorin, po s'ka bënim dot. Ti mund ta bësh menin, por kemi një më të Të uroj të bësh ai Jim Carrey shqiptar. Të uroj të bësh Jim Carrey shqiptar, sepse ai ka atë karakteristikë që ndryshon me mik, ka zërin të gjitha. Ndërkohë sa kohë është dashur, duke qenë se ju jeni të angazhuar dhe me shfaqjen e Arturo Wiz për të bërë këtë shfaqje tjetër për fëmijë. Si ja bëni për të koordinuar kohën gjërat është? Procesi punës ka filluar dhe ka vazhduar njësoj si shfaqjet e tjera, me punë tavoline fillimisht, nuk e di një muaj, rreth një muaj kemi punuar, pastaj u hodhëm mise en scène, e gjërat e tjera deri më sot. Koha totalisht mund të qenë 2 muaj, diçka e tillë, që është koha minimale për të luajtur një shfaqje. Si ja bëni për ta vënë trurin në një qetësi të mirë që të ndroni personazhe nga një personazh tek tjetër. Këtë kam vetëm Ne jemi një personazh me Aldioni nga fillim e fund, ndërsa dy djemtë të tjerë, Andersoni dhe Jo, është idea edhe tek, jo vetëm tek kjo. Po tek duhet qenë në dy shfaqje pothuajse paralele, Arturo Ui, shfaqje për fëmijë duhet. Si bëhet për të balancuar ato. Tani puna jon kjo është. Kjo është, domethënë. Është e njëjta gjë si për një kamarier për shkakun që thua ti si mban mend sa ka çuar te kjo tavolinë sa tek ajo. Kështu është puna juaj. Nuk është aq e thjeshtë, po ta mendosh puna juaj po nëse. Ndërkohë, Jo, është shumë e vështirë me Të vish një personazh të dalë. Është shumë e vështirë, po do të thotë për ju të jeni pjesë në skenën e teatrit eksperimental. Unë
Arturo Uina kam pas eksperiencën time të parë, tani makinën e kohës eksperiencën time të dytë. Shpresoj që të ketë edhe në vazhdim si projekte të tjera, po deri tani unë jam dirë shumë komodë, shumë mirë, realisht, sepse procesi punës në gjitha projektet është i menaxhuar mirë, do të thosh, ai qoftë me aktorët, qoftë me prapavion. Ai teatr po funksionon shumë mirë dhe ka shumë gjëra të bukura për të sjellë. Për krahë të rinj mua më pëlqen kjo gjë. Realisht, jemi shumë të rinj aty që shpresoj ta meritoj që Punoni, promovoheni. Ju shkoni tek teatri eksperimental duke pasur sy të këtë teatri kombëtar apo ja? Jo, absolutisht. Tani, në Tiranë, janë Metropoli, Teatri Kombëtar dhe Teatri Eksperimental. Dhe prap, këto të tre teatrot janë, sigurisht që janë të tonat, sepse jemi ne ata që luajnë ato skena. Dhe varet nga regjisorët që marrin projektet dhe i ndajnë grupet e tyre. Ky grup është në këtë, ky grup në atë. Dhe nuk është se jemi të ndarë që ne jemi të Eksperimentalit, këta janë të Kombëtarit dhe ata të Metropolit. Kjo është gjë shumë e mirë. Megjithatë, duke qenë se shumicën e shfaqjeve që luani e keni tek pjesa e këtyre fëmijëve. Me qenë se kemi ardhur edhe për këtë. Me qenë se keni ardhur edhe për këtë. Kur do vjen momenti për të kaluar që mos bëni më shfaqje për fëmijë? Pse? Apo doni të bëni gjithmonë? Jo. Deri në momentin që të mbarojnë fëmijët. Ne mund të bëjmë paralelisht, ashtu siç po ndodh. Arturo Uia dhe tani shfaqja për fëmijë. Po çfarë ka të veçantë shfaqja e fëmijëve që doni kaq shumë? Po fëmijët që kur futen në sallë. Mua më duket shumë të bezdiqshëm, merresh me fëmijët, ti kuptosh. E para vim pa paragjykim. Po. Në sallë. Ata të besojnë çdo gjë, janë. Se është më i frikshëm publiku madh kur e shikon? Publiku madh ke më tepër atë frikën e kritikës se do ta sjellësh, se do ta kuptosh. Ndërsa fëmia ecën pa paragjykim, fëmia të beson, fëmia kënaqet, argëtohet, domethënë përfshihet me ty. Dhe kjo do jetë edhe shumë impresionuese, sepse ne kemi parë njësit në epokën e akullajave nëpërmjet televizionit dhe në momentin ti ke mundësinë ta shohësh realisht. Edhe kur jam kaq i ngjashëm se thua ti. Edhe përgjegjësia është shumë e madhe, domethënë me publikun. Po, e keni menduar këtë komunikim me publikun për shembull të ketë? Po, është në disa momente të shfaqjes që është edhe komunikimi me publikun. Pavarësisht se ata janë vetë që reagojnë në shumë momente të shfaqjes dhe pavarësisht ti je i detyruar që ta bësh rolin në atë mënyrë, ose ke shokun nga pas dhe ti duhet që të bësh që nuk e shef atë dhe ata janë gjithkohë se e ke nga mbrapa, e ke nga mbrapa. Fëmijët reagojnë, domethënë në Lorra në të gjitha. Sa është minutazhi i shfaqjes? 45 shfaqja është 45 minuta dhe se mos harrojmë ta themi, është ditën e diel në orën 10:30 është premiera. Dhe pastaj do të vazhdoj çdo të shtunë të diel. Pra, do jetë edhe çfarë fundjavë? Pra, të dielën në 10:30. Këtë të diel në orën 10:30 është premiera. Ndërsa çdo të shtunë edhe të diel do të jetë në orën 10:30. Që ta dini, a shitur biletat apo ka akoma që mund vinë fëmijët? Po, deri nga fundi gushtit është mbyllur me rezervime. Jo, mos e themi këtë sepse jo, dera është e hapur për të gjithë. Kanë filluar rezervimet, po, sigurisht që kanë filluar rezervimet. Sidomos për premierën është pak vështirë. Patjetër. Jo, duhet të them edhe diçka shumë të rëndësishme, që fëmijët aty nuk do vinë vetëm për t'u argëtuar. Me thënë, karshi argëtimit, do marrin dhe shumë informacion, historik apo qoftë edhe për teknologjinë e tjerë. Edhe mesazhet. Fëmijët domethënë jo thjesht argëtohen dhe përfshihen, po edhe marrin ndije. Madje është dhe një këshill shumë e mirë dhe për prindrit. Të marrin ndije dhe prindrit thua ti, sigurisht. Madje ka shumë raste që më shumë kënaqen prindrit se sa fëmijët. Mi, kjo është gjë e bukur. Me të gjitha ato doja Thidi, përse nuk duhet humbur Thidi, përse nuk duhet humbur kjo shfaqje? Apo ta bësi mamudhi. Thidi. Po jam mbetet mua pastaj. Ju më ngatrova prandaj. Si bë mamudhi, ma kujtoi njëri rolin e mamudhit. E ka barkun shumë të madh për të zënë vendin si ti. Po mirë, unë bëhem Diego, Luani. Po, zërin e ka. Diego. Hajde si tani mos bëj kështu. Mamusin e kemi sjellë një formë shumë të veçantë, domethënë s'po e zbuloj, po që. Ndërkohë, më thuaj pak përse duhet të vi, përse duhet vinë për ta parë shfaqjen. Po sepse Thidin nuk kanë se ta shohin vetëm në televizor. Një përqafim për Thidin këtu. Hajde tani Sid, hajde bolbore kështu, hajde të ikim. Po bëjton Diegon tani, po bëj Diegon, hajde Sid. Mos bëj kështu se ngeli gjithmonë fëmijë, hajde. Ti pas kohë për aktorë tani po të shohun. Po me kartona vdes unë i pëlqej për aktorë jam. I kam qef Shrekun, gomarin e Shrekut. Bëj një gomarin e Shrekut. Unë? Nuk ta kujtoj çik gomarin e Shrekut. Si është gomari Shrekut? Shrek! Shumë vjetër. Shrek. Jam kreativetum, nuk ka si. Jo, është gomari Shrekut është, ne kupton marrë fizike, emocionalisht ne kupton taktil. Ajo mua më tha që unë jam një kalp fisnik dhe ti. Okej, lëm të vëjdon në rol dhe po marrin dhe mua atje pastaj. Ndërkohë më thuaj pak, përse duhet vinë të shohim fëmijët këtë shfaqje, përveç argëtimit që është aty. Po, pak ka shumë mesazh domethënë, qoftë për argëtimin, për mesazhet që ka,
për informacionet që do marrim, për përfshirjen, edhe jam shumë e sigurt që fëmijët do vinë për herë dytë ta shohin këtë shfaqje, se ka shumë për të zbuluar. Do thënë, jo vetëm herën e parë. Madje kanë edhe atë kënaqësinë se kur vinë për herë dytë e dinë se çfarë ndodh. E dinë se çfarë ndodh. Mendoni ju që këto pse vinë për herë dytë fëmijë? Mendoni që këto personazhe tuaja do bëhen të dashur si këto personazhe që ne i përmendim, pavarësisht se këto janë personazhe televizive, kanë pak një audiencë më të madhe? Po, sigurisht që kanë audiencë. Po duke parë të eksperiencë atë nga shfaqjet e tjera. Më kollaj dhe kur thua emrin si ti për shembull e ke në imazhin tënd, ndërsa ne që jemi si fëmijë real është më e vështirë. Sigurisht shpresojmë që të bëhemi heronjt edhe ne për fëmijët që janë. Nëse e rëndësishme është që ata të marrin gjithë mesazhin e duhur nga pjesa. Nuk ka lidhje mbajnë mend emrat e personazheve apo jo. Mirë, vjen keq për të pjesën që kjo shfaqje mbetet vetëm tek teatri eksperimental dhe nuk jepet dhe transmetohet për televizione. Dhe ishte pak interesante sikur pasi të përfundonte gjithë premiera dhe gjithë ajo e shfaqjes, kishte një magjia e teatrit kjo është, se është skena. Më pëlqen kur jep në teatri kukullave që jepet te televizori kënaqeshëm. Sigurisht që po. Të paktën teatri ka të bukurën sepse është shumë privat dhe publiku e ka aty. Kjo është emocioni drejt për drejt. Ndërsa televizioni ka një emocion tjetër, sigurisht, po e ndryshme nga ajo e teatrit. Kjo është një shkak dhe më tepër që të vinë ta shohin. Jo, ideja është pasi ta ndjekin aty të tjetë dhe një ta parë në shtëpi, të cilët do të thosh të plakin ne shohim vetëm se pyetja që niste ti do ishte shumë e mirë që të kishin mundësi ta shihnin edhe gjithë fëmijët që janë edhe të rretheve, por ndoshta mund të lëvizni, domethënë, kjo shfaqje mund të çohet edhe në përretha. Absolutisht. Kjo shfaqje ka komoditetin për shkak sepse skenografia ka skenografi shumë. Nuk ka fare. Nuk ka fare skenografi. Është vetëm gjithçka shfaqja të videoprojektor. Jo, dhe megjithatë, duke parë se edhe regjizori Kiçelondo është një nga këta persona i cili ka qef të lëvizit, të çojnë për qytetet e tjera në përreth. Disponon edhe një teatr jetë kulturore, nuk është se ka vetëm Tirana, duhet të kenë edhe qytete të tjera, dhe kështu që nuk ishte keq. Pasi ta përfundoni këtu të shkojë edhe qytete. Kemi pas me teatrin Shëtitës, kemi pasur shfaqje për fëmijë dhe kemi lëvizur në përreth, edhe shfaqje për të rritur. Si është pritur në shumë më mirë se sa në Tiranë, duhet ta them këtë, sepse në Tiranë fëmijët kanë parë më shumë, ndërsa është diçka e re për të një inovacion. Jeta kulturore është vërtet. Përsa në përreth, okej, ka aktivitete kulturore, po jo ka i saktuar dhe sigurisht që çdo projekt i ri që do shkojë atje pritet më me qef për fëmijët. Megjithatë jeni të kënaqur që fëmijët janë të dashuruar me ju pëlqejnë dhe vinë ju shohin. Si është kjo ndjesia? Ne jam shumë kurioz se kjo pjesë. Patjetër. Absolutisht që po. Mua më ka ndodhur sepse kam kur mbaron shfaqja, ato reagimet janë vërtet interesante. Dhe kur kam pas luajt SpongeBobin, ka pas fëmijë që edhe SpongeBobin që qanin edhe nuk ta afroheshin në botë sepse të shifte me atë botën që ka parë dhe ka krijuar imazhin e SpongeBobit, ai qante dhe nuk afrohej, jo, nuk afrohem dot, kam shumë emocione. Sa bukur të jesh, të jeni heronjtë e fëmijëve. Fëmijët besojnë vërtet atë çfarë shohin. Jo, për këtë ne nuk duam të jemi heronjtë e fëmijëve. Duam që ata të jenë heronjtë të vetes. Ky është morali i shfaqjes që do jepet ditën e diel në orën 10:30. Mirë. Unë i falenderoj shumë që ju ishit na kënaqët dhe ju me sot. Ndërkohë do ishte shumë interesante që kishit bërë një promo të fundit për gjithë ata që duan të vinë. I ftojmë të gjithë, ne kemi një slogan shumë të lezetshëm, fëmijë sillni prindërit, jo prindër sillni fëmijë, dhe shpresojmë që fëmijët vinë gjithë ta shikojnë orën 10:30. Mirë, unë falenderoj shumë që ishit me ne sot dhe ishte vërtet një kënaqësi. Ndërkohë ne Krisi do të shkojmë te kujtimi për të afruar pak tek piano dhe për të bërë dhe mbylljen e emisionit. Ndërkohë unë falenderoj shumë ju. Shumë falenderoj. Prit marrë këto veglat me vete. Pra nu afrova këtu te pianoja. Kujtim. Urdhro. Jo, na kemi munguar sot me këtë ritmin tonë, dhe kemi dëgjuar vetëm që nuk kemi komunikuar shumë. Ndërkohë kujtim për fundjavën, çfarë ke menduar, dhe plan do një gjë? Ja lë spontanitetit. Gjithmonë spontan, është artist, kështu e pas ka artistët. Kanë kështu, spontanitet, ë? Jo më dhe mos, po këtë javë. Po e di që do jesh në një muzikë live, se ti vdes për këtë muzikë kur këndohet muzikë e bukur. Me kismet. Me kismet. S'kam në gjë kështu. Nuk e. Ti Kristi? Unë, po... Të klubet e Tiranës, to? Ja, s'nuk fare. Ti që të bësh ti? Jo, në di që fundjavën e kam shumë të angazhuar shumë të zë. Të dielën do iki të shikoj. Të dielën po e kemi vendos, do shkoj për fëmijë, do shkoj shfaqje. Kikli, do shkoj. Iki bashkë, për ne fëmijë jemi, ku ka më mirë që të ruash ato fëmijë brenda vetes, apo jo? Jo, sigurisht, megjithatë, gjëja që është më bukur dhe është për të theksuar është që Tirana ka shumë variacione për të kaluar një fundjavë shumë të këndshme, duke shkuar në teatr, duke shkuar në kinema, duke shkuar
pak jetë natë, është teatri operës që ka shfaqje, do me thonë, ka një jetë kulturore, nuk kam pse ankohen njerëzit që nuk ka shfaqje kulturore në Tiranë, Mjafton të shikosh emisionin Kolor, ku jemi ne, të marrë sa më shumë informacion, dhe aty do... Ne, megjithatë, ne shpresojmë që kështu të jenë edhe rrethet, të ketë sa më shumë informacion, të ketë sa më shumë shfaqje, të ketë sa më shumë jetë kulturore. Kujtim, një fundjavë sa më të këndshme, Kristi, faleminderit dhe ndërkohë si ta murt, faleminderit që më vesh mua, sot më bëre pjesë edhe të fëmijëve bashkë me shfaqjen që e taluat në Kurbatkat, të blokur rruga Brigada e 8 dhe aty do gjeni dhe fustanin që më kam vesh për sot. Okej, mirupafshim.